Mos I jepni gruas përgjegjësi që nuk mund ta përballojë. Për të kuptuar kuptimin më të thellë të kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Bekare ajeti 286 thot: Perëndia nuk e ngarkon askënd për te fuqisë që ka. Ky ajet thekson parimin e mos ngarkimit të tepërt të individëve me përgjegjësi për te kapacitetit të tyre. Kjo vlen edhe për burrat edhe për gratë, sepse urtësia e Allahut përfshin të gjitha krijesat e tij. Për më tepër, në surën Nisa, ajeti 32, Allahu thot: Mos I lakmoni ato gjëra me anë të të cilave Allahu I ka bërë disa nga ju të dallohen mbi të tjerët. Meshkujt do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar, e po ashtu edhe gratë do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar. Ky ajet thekson rëndësinë e njohjes dhe respektimit të fuqisë dhe roleve unike të burrave dhe grave. Na mëson të mos u imponojmë role apo përgjegjësi individëve në bazë të gjinisë së tyre, por të njohin dhe vlerësojnë aftësitë dhe kontributet e tyre individuale. Kjo thënie e Imam Aliut shërben si përkujtues për myslimanët se gratë nuk duhet të ngarkohen me përgjegjësi që shkojnë përtej kapacitetit të tyre. Nuk nënkupton që gratë janë të paafta ose inferiore, por përkundrazi thekson nevojën për të njohur dhe respektuar forcat dhe aftësitë e tyre unike. Ashtu si një borzilok I ëmbël I shton aromën dhe bukurinë një kopshti, gratë sjellin cilësitë dhe kontributet e tyre unike në shoqëri. Duke kuptuar dhe zbatuar këtë thënie, ne mund të krijojmë një mjedis që vlerëson dhe fuqizon gratë, duke I lejuar ato të lulëzojnë dhe të kontribuojnë në shoqëri në një mënyrë që përputhet me aftësitë e tyre. Na inkurajon të njohim dhe vlerësojmë talentet dhe pikat e forta të ndryshme të grave dhe të ofrojmë atyre mundësi që I përshtaten aftësive të tyre. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton që të mos I ngarkojmë gratë me përgjegjësi përtej kapacitetit të tyre dhe të vlerësojmë fuqitë dhe kontributet e tyre unike. Kjo përputhet me mësimet kuranore për njohjen dhe respektimin e aftësive të individëve, pavarësisht nga gjinia e tyre. Duke ndjekur këtë udhëzim, ne mund të krijojmë një shoqëri që vlerëson dhe fuqizon gratë, duke I lejuar ato të lulëzojnë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e njerëzimit.